Shikues nderuar, ju përshëndes, zonë jemi së bashku me lajmet kryesore. Procesi numërimit të votave vijon, ndërsa rezultatet paraprake tregojnë një fitore të mandatit të 4 të Partisë Socialiste. Procesi numërimit të votave vijon, ndërsa rezultatet paraprake tregojnë një fitore të mandatit të 4 të Partisë Socialiste të Shqipërisë me një triumf, e cila kryeson me 52.5% të totalit të votave të numëruara deri më tani, duke siguruar 83 mandate në kuvend, ndërsa Partia Socialiste është në rritje në të gjithë vendin. Sali Berisha me aleat janë në rënje drastike, kështu Sali Berisha, i cili kërkon rikthimin në pushtet, veç se fundosi përfundimisht të vozitën. Ata renditën forcë e dytë, por edhe në rënje drastike me 34.3% të votave ose 51 mandate, nga 63 në vitin 2021, 59 të Partisë Demokratike dhe 4 të LSI-s, nga 1769 qendra votime të numëruara, nga 5225 në total. Partia Socialdemokrate ka marrë 3.9% dhe siguron 3 mandate. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 3.4% dhe Partia Mundësia me 2.6% që u përkthehet deri më tani nga një mandat, po ashtu dhe Lëvizja Bashk me 1.3% dhe merr një mandat. Forcat e tjera politike, Partia Koalicioni Euroatlantik me 1.1%, Koalicioni Djathtas për Zhvillim me 0.3%, Partia Aleanca Demokracia e Re me 0.1%, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare me 0.2% dhe Lëvizja Deo me 0.1%. Dy nga 4 shtetasit e shpallur në kërkim lidhur me dhunën e ushtruar ndaj familjarëve të një komisioneri të Partisë Socialiste, ngjarje ndodhur në Pogradec para ditën e së dielës, janë arrestuar nga policia. 2 nga 4 shtetasit e shpallur në kërkim lidhur me dhunën e ushtruar ndaj familjarëve të një komisioneri të Partisë Socialiste, ngjarje ndodhur në Pogradec para ditën e së dielës, janë arrestuar nga policia e shtetit. Policia njoftoi se në vijim të informacionit të dhënë sot ku në qendrën e votimit, numër 3901, shtetasi LT tashmë arrestuar në strukturat e posaçme për hetimin e krimeve zgjedhore në DVP Korç, dhunoi fizikisht komisionerin shtetas EG dhe më pas disa persona dhënuan familjar të shtetasit EG. Ju informojmë se strukturat e posaçme për hetimin e krimeve zgjedhore në DVP Korç dhe shërbimet operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Korç lokalizuan, kapën dhe vunë pranga 2 nga 4 shtetasit e shpallur në kërkim dhe konkretisht shtetasit LK, 34 vjeç dhe RT, 37 vjeç, banues së Pogradec për veprat penale, goditja ndaj pjesëtarëve të familjes së personit që kryen një detyrë shtetërore dhe plagosja lehtë me dashje. Vijon puna për kapjen dhe të 2 shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim, konkretisht shtetasit DM, 30 vjeç, EM, 35 vjeç. Vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes, si dhe kapjen dhe shoqërimin e shtetasve të shpallur në kërkim. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, thua dhe njoftimi zyrtar të policisë. Policia e Vjerit ka vënë në pranga Pandeli Bozhën, 63 vjeç, banues të fshatin Burtez, i cili është babai i kandidates së Partisë Socialdemokrate Limonera Bozha. Policia e Vjerit ka vënë në pranga Pandeli Bozhën, 63 vjeç, banues në fshatin Portës, i cili është babai i kandidates së Partisë Socialdemokrate Limonera Bozha. Arrestimi vjen pas një hetimi intensiv një mujor i drejtuar nga SPAK që çoi në dokumentimin e një rasti hetimi intensiv një mujor i drejtuar nga SPAK që çoi në dokumentimin e një rasti të blerjes së votave në kuadër të zgjedhjeve vendore. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Bozha akuzohet për vepra penale, korrupsioni aktiv në zgjedhje, pasi dyshohet se u ka dhënë shumë parash disa qytetarëve me qëllimin e vetëm sigurimin e votave për vajzën e tij. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare në bashkëpunim me SPAK kanë ekzekutuar dhe urdhrin për ndalimin e shtetasit me iniciale FB, 63 vjeç, por nga hetimet rezulton se ai është përfshirë në veprimtari korruptive për të ndikuar votuesit në favor të një kandidateje të një subjekti politik, thuhet më tej në deklaratën zyrtare nga SPAK. Por ky është një tjetër rast që trondit besueshmërinë e procesit zgjedhor në vend dhe shton presionin mbi autoritetet shqiptare për të ndëshkuar me forcë çdo përpjekje për të manipuluar vullnetin e lirë të qytetarëve shqiptar. Bashkimi Evropian ka deklaruar se pret që Serbia të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të sjellë para drejtësisë autorët e sulmit terrorist në Bajsk. Bashkimi Evropian ka deklaruar se pret që Serbia të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të sjellë para drejtësisë autorët e sulmit terrorist në Bajsk, ku mbeti vrarë shteri, tashmë i shpallur ero nga institucionet e Kosovës, Afrim Bunjaku. Përveç kësaj, BE-ja ka thënë se po kërkon nga Serbia të sigurojë bashkëpunim në hetim. Në rastin Bajnsk ka presin që Serbia në pajtim me zotësimet e saj të përsëritura ndaj BE-s të ndërmarrë urgjentisht të gjitha hapat e nevojshëm për të ndjekur dhe sjellë para gjykatës autorët të dyshuar të veprave penale serioze që qëndren në Serbi dhe si të sigurojë bashkëpunim në hetimin e këtyre sulmeve, thuhet në deklaratën e BE-s për mediat në Prishtinë. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar letër arrestim ndërkombëtar ndaj 42 të pandehurve të tjerë, të akuzuar për sulmin terrorist në Bajnsk, të cilët janë Arati, përfshirë dhe Milan Radojčić,
i cili e ka pranuar publikisht se ka udhëhequr këtë sulm. Nga ky institucion është refuzuar kërkesa për gjykim në mungesë të dyshuarve për këtë rast. Një grup i armatosur me 24 shtator 2023 kishte sulmuar policinë e Kosovës në Banjë së Zveçanit, duke lënë të vrarë shterin tani më heroin Afrim Bunjaku. Opinionisti Visar Ymeri tha se Albin Kurti kësaj radhe nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet në Shqipëri për shkak se ka pas qortime nga miq ndërkombëtar, sidomos nga Gjermania. Opinionisti Visar Ymeri tha në Debat Plus se Albin Kurti kësaj radhe nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet në Shqipëri për shkak se ka pas qortime nga miq ndërkombëtar, sidomos nga Gjermania. Mendoj se kryeministri Kurti është dashur të mendojë më thellë pjesëmarrjen e lëvizjes vetëvendosje në Shqipëri, jo vetëm nga perspektiva elektorale. Nëse fitojnë partitë e fuqishme, të hapin këtu deg dhe anasjelltas, ai kontribon kjo më shumë bashkimit apo polarizimit. Natyrisht, atje rezultatet nuk kanë mundur të pres me emrat që i ka vendos. Mendoj që ka një arsye shtesë, por nuk ka ndërhyrë këtë radhë, sepse nuk ka përkraje të fuqishme, por ndonjë nga partitë politike atje. Unë mendoj që për këtë lloj të ndërhyrjes në Kosovë dhe në Shqipëri, Gjermania ka qenë jashtëzakonisht shumë e brengosur, sa herë ka pa këso elemente. Te zoti Kurti mendoj që ka pas kërkesë dhe atëherë nga qeveria gjermane që të mos ndërhyjmë në këtë natyrë, tha Ymeri. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Teras, ka deklaruar sot se prania e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në paradën ushtarake në Moskë nuk kupton mbështetje për krimet e luftës të Rusisë në Ukrainë. Ai ka bërë thirrje që presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ta anulojë vizitën e tij e planifikuar në Beograd. Ministrat e jashtëm në disa vende europiane do të takohen në Londër për diskutime thelbësore mbi Ukrainën. Ministrat e jashtëm nga disa vende europiane do takohen në Londër për diskutime thelbësore mbi Ukrainën 2 ditë pasi aleatët i dhanë Rusisë një ultimatum për të planuar një anëpushim 30 ditor. Sekretari i jashtëm britanik David Lammy do të mirëpresë homologët e tij nga Gjermania, Polonia dhe Spanja. Franca do të përfaqësohet nga ministri për çështje europiane Benjamin Haddad dhe BE-ja nga shefja e diplomacisë Kaja Kallas, ndërsa një përfaqësues nga Italia do të jetë gjithashtu i pranishëm në takimet të shtuquarit grupi Weimar, i cili u krijua në shkurt dhe është takuar 6 herë që atëherë. Këto diskutime vendimtare do të përqendrohen në përpjekjet e përbashkëta për të forcuar sigurinë europiane dhe një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, tha ministri i jashtëm në një deklaratë. Ne duhet të mbetemi të bashkuar aleat në mbrojtje e sovranitetit të paqes dhe Ukrainës, theksoi më tej Lemmy. 3 vende arabe të Gjirit të pasura me burime po garojnë për ta kthyer ndikimin e tyre mbi Donald Trump në fitime të prekshme me presidentin që do të vizitojë javën e ardhshme. 3 vende arabe të Gjirit të pasura me burime po garojnë për ta kthyer ndikimin e tyre mbi Donald Trump në fitime të paprekshme me presidentin që do të vizitojë javën e ardhshme. Ata kanë ndërtuar lidhje personale me presidentin dhe kanë premtuar kolektivisht triliona në investime amerikane, ndërsa e paraqesin veten si ndërmjetës kryesor në konfliktet që Trump dëshiron të zgjedhë nga Gaza në Ukrainë dhe Iran. Dhe tani ata po shpërblejnë me privilegjin e pritjes së vizitës të parashtetërore të Trump në mandatin e tij të dytë, kështu siç bëhet e ditur më tej, presidenti amerikan do të zbarkojë në Arabinë Saudite të martën e ndjekur nga vizitat në Katar dhe më pas në Emiratet e Bashkuara Arabe, që shtrihen deri më 16 maj. Në këtë drejtim, duke pasur parasysh qasjen transaksionale të Trump dhe politikës së jashtme, 3 shtetet kanë shumë për të ofruar. Në listën e Trump, shtetasit e Gjirit plotësojnë të gjithë kriteret e duhura. Ata premtojnë të investojnë triliona në ekonominë amerikane dhe të shpenzojnë shuma kolosale për sistemet e armëve amerikane. Një grup ministrash të jashtëm të shteteve anëtare të BE-s i kanë hapur rrugën një gjykate të posaçme ndërkombëtare për të hetuar agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Një grup ministrash të jashtëm të shteteve anëtare të BE-s i kanë hapur rrugën një gjykate të posaçme ndërkombëtare për të hetuar agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Gjykata duhet të gjykojë përgjegjësit për luftën. Në një takim në fund të javës së kaluar në qytetin Lviv të Ukrainës perëndimore, Ukraina dhe aleatët e saj dhanë miratimin për krimin një gjykate të posaçme ndërkombëtare për sulmin e Rusisë në Ukrainës. Përgatitje për themelimin e kësaj gjykate janë bërë tashmë nga Këshilli i Evropës, sipas një deklarate të përbashkët të publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës. Të premten, 30 ministrat e jashtëm shkuan në Ukrainë për këtë qëllim, përfshirë ministrin e ri të jashtëm gjerman. Ky vendim mund të interpretohet si një sinjal për presidentin rus Vladimir Putin, i cili në të njëjtën kohë në Moskë festonte 80 vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore me një paradë ushtarake dhe më atë rast justifikoi përsëri sulmin ndaj Ukrainës. Ne më kaq po mbyllim, të nderuar teleshikues, bashkimi sërish te edicionin e radhës.